Kryeministri Edi Rama shprehu gatishmërinë dhe ftoi reporterët pa kufi në një tryezë dialogu në vijim të një serie replikash me përfaqësues të organizatës për situatën e mediave në Shqipëri. Kreu i qeverisë u kërkoi të caktojnë datën e vendit. Unë nuk e kam vënë kurrë në dyshim rëndësinë e shqetësimeve të ngritura në planin tuaj udhëzues dhe do ta mirëprisja sinqerisht mundësinë për t'i diskutuar ato më tej me ju dhe partnerët tuaj vendor në çdo kohë. Thjesht sugjeroni një datë dhe vend, dhe unë do të marr pjesë me kënaqësi sepse prej vitesh kam shpresuar të angazhohem në ato lloj dialogu, domethënës që ju thoni se e prisni me kënaqësi. Krahas kësaj ftese të hapur publike, kryeministri ka edhe një kërkesë për reporterët pa kufi, lidhur me burimet e të dhënave që mbledhin mbi lirinë e medias në Shqipëri. Në fund të ditës, afrimi me të vërtetën ka më shumë rëndësi se sa kapja pas përfundimeve që mund të meritojnë rishqyrtim. Pres me kënaqësi të takohemi rreth një tryeze të rrumbullakët dhe deri atëherë do të vazhdoj të ndaj çdo gjetje të re që mund të kontribuojë në diskutim. Duke argumentuar replikat e vijueshme mes tyre, kryeministri thumbon organizatën. Sinqerisht, qëllimi im këtu nuk ishte të provoja se kishit gabim. Thjesht mendova se ja vlente të ndaja informacion shtesë të bazuar në fakte, duke supozuar se do të ishit të hapur ndaj burimeve objektive dhe të paanshme, edhe kur ato sfidojnë supozimet ekzistuese. Shefi i qeverisë thekson se vendi ynë është larg të qenurit një shtet me sistem mediatik të kapur, pavarësisht sfidave të mediave në Shqipëri.